Selamun alaikum musliman. E kom vendosur sot me lejen e Allahut Azza wa Jall më tregu se çysh me marr guslin ashtu çysh ka marr gusl Rasulullah alayhi salam. Do me thon pastrimi pasi që je bë gjunub ose pas mujoreve të gratë. Sa herë të vyn gusli, kjo që do të folëm kryen punë për gusl me lejen e Allahut Azza wa Jall. Formën se qysh do të mënohemi me kallzu kadale në praktik me lejen e Allahut Azza wa Jall, por me kanë e lehtë për musliman edhe muslimane. E rëndësishme me majt men, gusli nuk ka dallim mes burrave edhe grave kurrë. Do me thënë krejt e bajnë gusli njëjtë. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft e na nimoft e na bëf prej muslimanëve të mirë. Tash po fillojmë kadale. E para çka po them, duhet me pas njet mu pastru pe gjunoblakut ose prej mujoreve tua, njeti duhet me kanë këto. Shembull, e ke mësu qysh me bë guslin, edhe je dal ke punu, ke vrapu, je ndjerës shumë, edhe je ardh je pastru me krejt rregullore qysh i kina kallzu na të guslit. Mirë po nuk e ke pas njetin mu pastru pe gjunoblakut, ke haru krejt që je kanë gjunub rajsht. Atë kryen kjo punë? Jo, njeti do të me kanë. E para është njeti. Tash do të fillojmë praktik me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft, Allahu Azza wa Jall ju shpërbleft krejtëve për përkrahje. Besoj që është e dobishme, feja kanë herë musliman lyp prej neve me prish qysh me thonat natyrën tonë. Allah është dëshmitar që unë nuk e kisha bë këtë gjë kur përveç për hir të Allahut Azza wa Jall. Ata që më njohin privat e din që e kam një farë burnie që kështu nuk bajon e kësa. Mirë po përbaj me shpresë që Allahu Azza wa Jall na bë sebeb që njerëzit me mësu formën e guslit. Kam shumë bindje që shumë për njerëzve nuk e din formën se çysh me u pastru pe gjunoblakut. Tash po fillojmë me pjesën praktike. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft. E para muslimanu në po folje se çysh me fillu pastrimin nëse uji është me nikse anë të tillë. Krejt e dim, mos të bahme me një mdhaj, se krejt e dim që baba tonë shumica aty ne jem pastru me kësi. Po dhe ty të ban vakia, shkon fshatin tanë, shkon je musafir, je udhës, ndodh mu pastru me këta, nuk e ki tushin. Qysh mu pastru me këta? Është realisht e njëjta, vetëm fillimi ndryshon. Në fillim, nuk është mirë me shti dorën drejt këto, po shkak se e ki dorën e papastërt. Do më thonë, qka ban? E merë e qëtë ujt, ose me diqka, ose kështu e qet ujë në dorë, edhe i lanë durët 3 herë. Kjo është e para. I lanë durët 3 herë. Kështu. 1 herë. 2 herë. 3 herë. E qartë? Kjo është e para që do të me ba. Tash, e dyta çka do të me ba, e merë ujnë në dorën tane të djathtë, kështu, e mush, tani e qetë pe djathës në të majtën edhe i pastron organet gjenitale, me dorën tane të majtë, pasi që i ke qitë uj me djathëtën. Në qofë se ban prej tushit, e qetë visa me praktiku sunetin, e qetë prej djathës e qetë majtën edhe pastron organet gjenitale. Pas pastrimit organeve gjenitale, fillon me vudu, me avdes. Krejt normal qysh merë vudu, qysh merë të avdes. Tash po mënona me të regu se qysh me marë vudu, avdes. Prej tash mënësh me shti dorën nanë, po shkak se ke pastru, edhe prej këtuet me marë vudu, me marë avdes. Ose mënësh me tush, qysh danë, prej këtuet nej, është krejt e njëjta. Filloj me vudu, e qënujt shumë pak, i pastron durët 3 herë. Këna bavesh video për vudunve që kena sëqaru, 3 herë, kujdes me zgishta, 3 herë durët. Dyta, edhe treta. Deri këto. Tash, e mush grushtin uj, edhe e pastron gojen edhe hunën për menherë, kështu. Edhe me të majtën, e hek ujt. E dyta. E treta. Tash, i pastron syt. Ftyrën. Ftyrën është prej flagëve deri këto, edhe deri të vesh. Kujdes, kur të merrni vudu, kujdes, e pastroni, e shef kit gjistin
e madh, e shef që shkon te kjo, e bardhë pas mjekrës. Kujdes me këto. E dyta herë. Edhe e treta, kujdes këto. Shef këtë pjesën këto? Këtu do të me çu gishtin, për shkak se ndohet që nuk pastrohet. Nëse ki mjekrën e madhe, atëherë merr pakujë dhe ja bën mjekrës kështu. Nëse ki mjekrën e madhe, edhe je sigurt që ka shku ujit deri te mjekra. Tash merr pakujë kështu, edhe i lan durt deri te bryli këto. Deri këto. Një herë, kujdes që më lag krejt pjesa. 2 herë. 3 herë. Tjetravën, e majta. 1 herë. 2 herë. Edhe e treta 3 herë. Tash, i bjen mes kokës. Shef në këtë formë kështu. Kështu edhe kështu. Mirë, po nuk ki nevojë mi lag durt edhe njerë. Me këtë ujë që ki, i pastron edhe vesht. Ishten tregu se është në vesh me gisht madhe, pastron prapa vesh që sot ki mundësi. Tani i pastron kont. Kont e ki 2 mundësi. Ose i pastron tash me fillim, po në qofë se veni këtu ku e pastru nuk është shumë i pastërt, mundesh me marrë komplet gusëll e në fund i pastron kont. E qartë? Dhe është i pastron kont. Deri të zogi komës, 1 herë, 2 herë, dhe 3 herë. Herë, edhe 3 herë. E qartë? Kjo është po besoj e qartë. Tash vazhdojmë me pjesën tjetër të guslit. Pasi që ke marrë vudu, fillon i lag durt mas pari, ose me enë, ose me tush qyrdush, i lag durt, edhe shif. Edhe fillon me fërku kokën tane, edhe shkon kështu me gishta deri sa të shkon ujë, ti je sigur që uji ka mri të lkura jote. Kur je sigur që ka mri në të anë të lkura jote uj, atëre fillon me qit uj kokës. Edhe e pastron kokën 3 herë. E lëshojnë atushin, e lëshojnë pak, për mësë mi ba shumë zhurë me ka në qartë video për juve. 3 herë e pastron kokën. Pasi që ke pastru kokën 3 herë, atëre fillon me pastrimin e pjesës së djathtë të trupit. E pastron komplet pjesën e djathtë të trupit. Kështu. Prej kokës, fillon këtu, dorën, komplet, shpinën për mas e pjesën e djathtë, sa ki mundësi me pastru, edhe pastron pjesën e djathtë trupit komplet. Deri kamën, kujdes që me përfshiu i gjithmonë çdo pjesë, komplet pjesën e djathtë e pastron. Kur të kryhet pjesa e djathtë, fillon me pastrimin e pjesës së majtë. Kështu. Prej nat deri poshtë. Kujdes, çdo pjesë me përfshi ujë. Deri te kom, kujdes kamën ngroka, edhe e kry pjesa e majtë. Kur të përfundon edhe pjesa e majtë, tani jetë edhe pjesa e fundit, i qetë një herë ujë trupit komplet, prej katë deri në fund, edhe me kaq përfundon. Kështu në këtë formë, e lëshon komplet. Te pjesa e fundit, ki kujdes që me përfshi komplet ujë trupin tanë. Kjo është shumë rëndësi. Tash përfon. Nëse kjo duket të tepër që akon bëne për ty, atër po ta kujtoj që ti në për bazenta, në për detje, lahesh shumë më ndryshe se kështu. Kjo nuk është kërgja. Kjo është umonova me asharu vlau teme dhe motrës teme që shme marrë gusëll. E di që na shqiptarë si jemë mësu me këta,
Po kjo nuk më intereson mu kur du dikuj na me asqaru dinin. Po besoj që ke qartë, kjo është për mu me rëndësi. Tash për fund, është edhe një formë e guslit që është shumë e thjeshtë. Qysh është ajo? Ajo është një formë që mjafton. Mirë po nuk është gusl i plot, edhe nuk e ki këtë shpërblimin e këtij guslit që sqarum na. Qysh është ai gusl? Ai gusl është pastrohesh, e lanë komplet trupin me ujë, edhe ki kujdes që me kanë ujtë në gojë edhe në hunë. Do me thënë është në ujtë në gojë edhe në hunë, edhe e shpërlan krejt trupin, me kaq është gusl, mirë po shysh me thënë minimumi i guslit. E kjo është ka sqarum tash, kjo është maksimumi i guslit që ki mundësi me ba. Nëse dikush pyet po shamponi, shampon qëtë mas kësaj na musliman. Kjo që ka falum krejt, kjo shkoj gatë, po shkak se jam të munu me të sqaru, për në që kjo është punë e thjesht, kur jetu la vetën, është punë e thjesht, edhe unë të munu me të sqaru në formë kadale, shkon gatë, për në që kjo është punë minutash që merë gusën, nuk është diçka komplikume, provoje edhe praktikoje. Këshilla jam është, prej tash praktikoje gjithmonë. Sa artë pastrohesh për i guslit, pastrohen në këtë formë. Po në qovë se pastrohena prej ndjerzve, nuk je obligume me ba këtë gusën. Si je obligume? Je pastru për djerzve. E ki shpërblimin si mu pastru për djerzve, nuk i ke pengu vlazët të tu. Të ravijin këta, nuk i ke pengu, se i ke hik djerz, e ki shpërblimin. Mirë po në qovë se je pastru për gusët, kjo është kjo formë që e sqarum na tash. Por formë për jo thamë musliman, kur një vllai juve monohet në këtë formë, me folë për ty, monohu minimu sa të mëjsh. Më thani që kanë shumë i knaqën në qovë se musliman të këshin përhap këtë beda, e këshin mësu, e këshin përhap të afrëm të tyne, të ata njerëz që i dojnë, që u adojnë të mirën, përhap e në mënyrë që njerëzit të mësojnë guslin.